Banorët e fshatit Vinjoll në malsinë e Kurbinit tashmë nuk do të jenë më të izoluar për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore. Atë çfarë nuk e ka bërë shteti në gjithë këto vite, po realizon një emigrant i cili është banor i kësaj zone. Me kontributin personal të fitimtar Lales, i cili prej vitesh jeton në SBA, ka nisur puna për sistemimin dhe rehabilitimin në rrugës Vinjoll-Gallat me një gjatësi prej 18 kilometrash. Banorët e zonës thonë se ky aks ishte bërë i pakalueshëm nga amortizimi, ndaj ky investim ishte i domosdoshëm. Sipas tyre, tashmë udhëtimi nga zona e thellë malore deri në Milot bëhet në një kohë të shpejtë dhe pa probleme. Rruga është speciale. Ja fal zoti shpirtin këtij djalit Tom Lales, që na hapi rrugën. Se gjithë kush s'ka vendos për këtë punë, as shteti, as dreshi. Për 10 minuta bëj rrugën të shti. Dikur sa e bëshin? I kam pa bon një 2 orë. Banorët e Vinjollit jemi. Po di bërnder shumë nëse na e boni këtë rrugë. Se na jena të maru pa rrugë. Kena baj edhe njerëz me huje, me barrela ti qumë në spital, kurse rruga është jetë për njeriu. Aty ku ka rrugë, që stavej, ka jetë. Ko s'pat rrugë, s'ka jetë. Inshallah mos rregullen. Boll për zotë se sa më zi kalote me dhe mushka, jo. Tash i kalon mjetet. Tash i kalon mjetet. Vogla të mëdha të gjitha drejtë në vend. Por zotë qeveria hala ka 24 vjet hala jo. Përveç sa fondi janë hartë se rrugë. Ma mirë për banorët është sepse do të çrregullojnë ma lirshëm. Në tepa normale po. Çrregullojnë ma lirshëm, vinë mjetë më shumë. Ka qenë kompletësisht pakalueshme. Fitimtar Lala ka qenë në vazhdimsi i pranishëm me investime në shkolla, qendra shëndetësore dhe infrastrukturën rrugore në fshatrat e malësisë së Kurbinit. Në këtë mënyrë ai u ka kthyer shpresën qindra banorëve të kësaj zone për të jetuar në këtë vend që nuk ka njohur investime nga shteti prej dekadash.